Speranca TV paraqet. Jam një djalë 29 vjeç. Merrem me transport materialesh dhe kam një furgon timin. Djali i tezës sime është gati 10 vjet më i madh se unë dhe ka një agjenci imobiliare në qytet, por është nga ata njerëz që mendon se gjithçka rrotullohet rreth tij. Po ta pyes se shat, ai mendon që njerëzit e tjerë janë thjesht punëtorë. E ai, para 5 vitesh u martua. Ka një grua që çfarë t'ju them? Ajo është 36 vjeçe. Është një grua shumë e qetë, është shumë e bukur, por mbi të gjitha është me këmbë në tokë. 4 muaj më parë, djali i tezës bleu një shtëpi të vjetër guri në një fshat turistik që është mbi 1 orë larg qytetit, ndërsa plani i tij është që ta rinovonte e ta kthente në një bujtinë për të huajt. Më thiri mua dhe më tha t'i bëja çdo transport të materialeve çdo ditë e të rija aty për të mbikëqyrur ustallarët. Pranova, por vet ai vinte shumë rrallë. Çdo mëngjes sillte gruan e tij, e linte aty, të merrej me çdo gjë, ndërsa vet kthehej në qytet për të bërë qef. Kështu që unë dhe ajo mbetëm duke kaluar shumë ditë së bashku në atë shtëpi pothuajse të rënuar. Në fillim, unë thjesht isha djali i tezës e burrit të saj. Unë shkarkoja çimenton, ajo mbante çdo shënim për çdo lloj shpenzimi, por edhe për mua, edhe për atë kishte shumë lodhje. Nga ora 1 e drekës, kur punëtorët hanin ushqim poshtë në hije, ne të dy uleshim në balkonin e pastëm të shtëpisë, sepse aty ishim me qetë. Ajo sillte 2 kafe në termos dhe 2 paku me ushqime që i përgatiste për vete dhe për mua në shtëpinë e saj në qytet, e i sillte aty që të kisha edhe unë çfarë të haja. Ato pushime që bënim në drek ndryshuan çdo gjë, ndryshuan edhe çdo mendim që kishim për njëri tjetrin. Ajo filloi të më tregonte se sa e mërzitur është. Më tregonte që ishte shumë e izoluar, pasi që nuk ishte nga të dilte. E burri i saj, pra te zaku im, nuk mirrej fare me të. Çfarë të them, më tha ajo. A beson që ka vite që ai sa herë që kthehet në shtëpi, nuk më pyet as a jam lodhur. Çdo herë që ndëgjoj zërin e tij në telefon, më tha ajo, është vetëm e bërtitura e atij për ndonjë faturë apo për ndonjë llogari që kjo ka bërë gabim. Mua më vinte keq kur ndëgjoja ato gjëra të dilnin nga goja e saj. A beson, tha, që me duket vetja sikur nuk jam gruaja e tij, por sikur me ka punësuar si menaxhere. Po pse, i thash, unë se kuptoj. Unë kam menduar që jo të dy kaloni shumë mirë. Tek e fundit, nuk është që keni aq shumë vite martesë, e më vjen çudi se si u mërzitet me njëri tjetrin kaq shpejt. E kujt nuk do t'i mërzitej ai, më tha ajo. Te kuptoj, thash. Ama ti, 100 vite, s'do të më mërziteshe, i thash asaj. Kur ja thash këtë gjë, e shihe në fytyrë se sa e lumtur ishte. Pastaj i thash, se kuptoj se pse rri akoma kështu. U bë goxha kohë që je gjithë ditën këtu në diell, në mes të këtij pluhuri, ndërsa ai ka filluar të shes mend në për të gjitha kafenet me radhë. Kur unë i thoja kështu dhe i dilja zot, ajo vetëm buzëqeshte,
e me dukej si kur kënaqej nga që po mbaja anën e saj. E shihja shumë mirë se sa e vëmendshme ishte për çdo detaj timin, por djali i Tezës ishte torollak e nuk e dinte çfarë diamanti kishte në duar. Kur bisedat tona kaluan në këto tema, t'ju them të drejtën, fillova të shkoja aty me dëshirë. Fillova të mos shkoja si me përpara, të ndryshoja edhe unë. Nëse deri tani kisha veshur rrobat e pista për të punuar atje, tashmë nuk më shihte më në atë mënyrë. Tashmë vishja rrobat më të mira. E dija që mendja ime do rrinte gjithë ditën te ajo, prandaj doja të dukesha mirë. Kur ajo bënte ndonjë zgjedhje për shtëpinë që po rinovonin, unë gjithmonë e komplimentoja dhe i thoja që ke shumë shije, por diku ke gabuar. Por të falet, i thash. Ku, tha ajo? Ke gabuar kur ke zgjedhur në martesë, e ajo qeshi më të madhe. Kur ishim vetëm në verandë, filluam të flistim edhe për disa gjëra interesante. Aq sa me bënte që të harroja që ajo ishte gruaja e të zakut tim. Por me tërhiqte shumë si grua, sidomos me pjekurinë e saj edhe me mënyrën e ëmbël se si me fliste. T'ju them të drejtën, përveç bukurisë, ishte edhe një shpirt i pastër. Të martën e kaluar, çdo gjë e çdo plan na u prish. Djali i Tezës erdhi në fshat me makinën e tij të re, por nuk ishte vetëm. Kishte marrë një vajzë tjetër që mirrej me dizajn të brendshëm të shtëpive. Ishte rreth 25 vjeçe, ishte nga ato vajzat që lyhenshin shumë dhe ishte e veshur si modele. Djali i Tezës ecte nëpër shtëpi, duke i treguar asaj vajzës çdo ambient e duke i qëndruar shumë afër. E padyshim mburrej me ndërtimin që po bënte. E i tregonte kinse planet e tija që do ndërtonte edhe shumë shtëpi të tjera të ngjashme. Ajo vajza filloi të fliste kot, duke i thënë që muri i sallonit nuk ishte lyer mirë dhe që guret e oxhakut duheshin hequr. Por për ato xhak dhe për ata gur, gruaja djalit të Tezës kishte qëndruar 3 ditë me ustallarët duke i pastruar vet një nga një. Ata gur janë origjinal, ashtu i lam që në fillim, tha nusja djalit të Tezës. E ajo vajza që solli djali i Tezës në shtëpi i tha: "Lëri këto tani, ti nuk merr vesh nga arkitektura." Mua më erdhi shumë habi që ajo po i fliste në atë mënyrë asaj. Shiko, tha, vetëm e ndiq mua se si bëhen gjërat e sakta. E mos ec me mendje fshataresh. Doja të ndërhyja, por si të ndërhyja, sepse me hipi një inat i papërshkrueshëm. Por edhe ta shihja atë burr, pra të zakun tim, që rrinte aty duke mos ndërhyrë, me bëri shumë nervoz. Ai rrinte aty vetëm për t'i bërë qefin asaj vajze tjetër përpara syve tanë. Dola nga aty nga inati. S'mund ta ndihmoja, e as nuk mund t'i duroja ato fjalë. Në pasdite, kur punëtorët e mbyllën ditën, djali i Tezës doli në obor bashkë me atë inxhinierën. "Është koha të kthehemi në qytet tani," i tha ai gruas së tij. "Tani po shkojmë ne të dy për një darkë pune që të mbyllim edhe këtë plan, e ndërsa ti mbylle derën e madhe kur të ikësh dhe shihemi në shtëpi." Nusja djalit të Tezës nuk i ktheu asnjë përgjigje, por Tezaku ndezi makinën dhe iku.
Fatmirësisht sa po iken ata, e gjithë shtëpia rane qetësitë e plot. Edhe unë doja të ikja, furgonin e kisha të parkuar pas shtëpis, por nuk e kisha ndezur. Hyra edhe një herë në shtëpi, e ndërsa ajo, nusja djalit e tezës, ishte në salon, po mblidhte disa vegla pune që kishin lënë ustallarët e po i fuste në kuti, dhe ishte aq e mërzitur, gati sa nuk qante. Leri ato i thash, mjaft punove për sot. Ndërsa ajo, vazhdoj të fuste veglat. Leri i thash, do i mbledhu nesër. Ajo i lato mjetet e punës e u kthyen nga unë, dhe ishte me një fytyrë shumë të dëshpëruar. As ti s'mund t'i bësh vetë të gjitha, me tha ajo. Asgjë nuk rregullohet këtu, e unë thjesht dua të iki në shtëpi e të qaj mirë, sepse me mërziti shumë. Jo, nuk do të ikesh, i thash. Do të rrish dhe do të më japësh një shpjegim. A do akoma atë? E pyeta unë. Nuk di çfarë të them, tha. Është momenti më i paduhur për të ma bërë këtë pyetje. Ti më mirë me pyet, a e urrej? Pastaj, gjatë kohës që më tha ashtu, sikur fytyra ju lirua pak, ndërsa unë hapa krahet, që ajo të vinte e unë t'i jepja një përqafim. Ajo hapi krahet gjithashtu, dhe u përqafuam, por gjatë atij përqafimi, nga që ishim aq pranë, buzët tona u takuan e filluam të putheshim si të çmendur. Putheshim nga do, ajo me puthte buzët, ndërsa unë, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe. Të gjithë ata që duan ta ndëgjojnë këtë histori deri në fund, bëjni like videon.